SPAK ka goditur një organizatë kriminale që vrau në 2021 Edmir Bregun për hakmarrje. Në total me urdhër të kësaj prokurorie janë lëshuar 9 masa arresti, nga të cilat 5 janë ekzekutuar ndërsa 4 jo. Në krye të bandës së organizuar qëndronte Astrid Avdylaj, i prangosur për dosjen revanshi. Hetimet u përqendruan te persona që bashkëpunuan me njëri tjetrin, duke arritur të sigurojnë infrastrukturën e nevojshme me automjete me qira, armë zjarri, banesa, si dhe të kryen mbikëqyrje të vazhdueshme me qëllim realizimin e vrasjes. Veprimet e kundërligjshme të vrasjes me paramendim për hakmarrje, mbajtje spaleje dhe prodhimi të armëve janë kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Si drejtuesi i grupit të strukturuar kriminal dhe si porositës i vrasjes për hakmarrje dyshohet të jetë Astrid Avdyli, në shenjë hakmarrje për tentativën për të vrarë nipin e tij Aldo Avdyli. Me urdhër të SPAK, policia ka arrestuar Enea Kumen, vëllain e deputetit socialist Loer Kume. Gjithashtu si drejtues dhe koordinatori i grupit të strukturuar kriminal dyshohet jetë shtetasi Aldo Avdylaj, si ndihmës dyshohet jetë shtetasi Enea Kume, vëllai i deputetit të Partisë Socialiste Loer Kume. Ndërkaq në krye të organizatës kriminale që kishte për qëllim të kryente falsifikim dokumentesh, me qëllim edhe tjetërsimin e pronave, qëndronte Aleksandr Laho, i njohur me emrin Rumi Shijakut, vëllai të cilit Vullnet Muçi u arrestua. SPAK sqaroi edhe mekanizmin e regjistrimit të pronave në mënyrë antiligjore. Këta shtetas dyshohet se kanë falsifikuar dokumenta, lëshimi i të cilave bëhet vetëm nga institucioni i kadastrës në Këshillin e Qarkut Durrës, komisioneve të ndarjes së tokës në fshatrat Lalës, Shetaj, Biz dhe Kërtushaj të rrethit Durrës, si dhe të ish zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme Durrës. Pasuritë e regjistruara në kundërshtim me ligjin regjistroheshin në emrat e fshatarëve të fshatrave Lalës, Draç, Biz dhe Shetaj, të cilët në pjesën më të madhe të rasteve nuk kishin dijeni se ishin pronar të këtyre pasurive. Në kërkim janë edhe 2 ekzekutorët e vrasjes së Edmond Bregut, Alfred Doka, ndërsa identiteti i të dytit nuk është bërë i ditur. Hetimet vazhdojnë, pasi prokuroria dyshon që të përfshirë janë edhe persona të tjerë.